Sigurisht që kemi pasur dyshime, ka pasur zëra dhe më herët për vettingun e çuditshëm dhe të munguar të Dumanit, por tani më lloji i vettingut që pam me sy mbyllur dhe me vesh të shurdhët, e para na shqetëson shumë për Dumanin dhe tregon shumë për 3 vitet e tij, por dhe për punën sot si prokuror i Spakut, por nga ana tjetër na krijon një pyetje. Nëse ky që ishte kreu ishte kështu, po të tjerët si janë? Shiko Flavio, është ashtu si duke, ka pasur. Edhe një herë lutem nga fillimi, se patë një shkëputje. Edhe një herë lutem, Gjokute. Është ashtu si thonë ju. Ka pasur atribuime, tashmë gjëja ka marrë formë konkrete. Pra janë bërë publike disa dokumenta, të cilat po të ishin marrë dhe bërë prezente, administruar, ashtu si që janë administruar për shumë të tjerë, zoti Dumani do kishte probleme me vettingun. Mos harroni që kolegët e tij, si në Spakën GKK, po edhe në prokuroritë e gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm, janë larguar gjyqtarë prokuror për gjëra më minore. Dhe gjithë historia është e tillë që në kohën që kemi një deklaratë notariale dhe një kontratë si blerje. Ato dy dokumenta nuk janë përpiluar tek një notar. Normalisht duhet ishin përpiluar tek një notar, se bëhet fjalë për të njëjtën pronë, por sigurisht kur deklarata vjen në kundërshtim me përmbajtjen e kontratës, edhe në kohë, po edhe për nga natyra e objektit të blerjes, që në një moment quhet ar, në kohën tjetër deklarata bën fjalë për një banesë, kështu që i bie që banesa është ndërtuar përpara se të blihet toka ar. Pra është ndërtuar sipas pretendimeve. Po, një gënjeshtë çike trash ajo. A ishte toka, ishte banesë, ka hyrë. Po. E trasha po e holl, problemi është që do deklarata janë bërë pa pasur merakull se do t'i lexoj njeri. Sepse këtu është gjithë historia e kësaj pune. Dhe ajo që unë kam informacion, po nuk e di të sakt, por që kam informacion, dhe këtu unë i qëndroj teorisë që kjo punë duhet të hetohet, sepse mund të jetë kështu, po mund mos jetë edhe kështu, edhe flitet për një figurë qendrore të drejtësisë shqiptare, si zoti Dumani. Pra, këto dokumente janë dorëzuar në organet e vettingut dhe mbrapa janë tërhequr. Edhe kjo pastaj kërcet fort. Po një sekond. Kush mundet që të toleroj që të dorëzojnë një dokumenta dhe më pas të tërhiqen? Pra e ka bërë vetë Komisioni i Vettingut dhe OMN-ja? Tash nuk e di se kush për t'i shpëndi ka shpënd interesuari. Po. Për t'u tërhequr, fshehur apo asgjësuar apo nuk e di çfarë forme, unë nuk di të ta them. Prandaj thash që çështje të tilla meritojnë dhe duhet të ketë një hetim objektiv, i cili në mënyrë të çdo dyshimi dhe në mënyrë shtëruese të vërtetoj atë që ka ndodhur. Pasi këto atribuime, pavarësisht se mbështeten edhe me dokumenta, sigurisht janë të asaj vlere dhe të atij niveli që këto shkaktojnë ose jo shkarkimin nga detyra të subjektit. Kështu që duke qenë të ezauruara tashmë, sepse zoti Dumani ka qenë edhe në vend të OMN-s, personi që zonë OMN-n, pra që ishte palë në vettim, pra duke qenë në këto kushte, hetimi ishte domosdoshëm. Jo me qëllimin për të sulmuar apo për të ushtruar presion, se kjo nuk, por për të sqaruar pikërisht këtë që vërtet ka ndodhur një aferë e tillë, një skandal i tillë në organet e vettingut, dhe vërtet kjo përbën një procedurë e cila krijon pas çdo timi standardin e dyfisht. Tash nuk e di se do të ketë vullnet Spaku
Ja, do vim aty te kjo pjesa, lutem mos ma ezauro Gjokutaj, do të spostohesha pak tek